Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se erdhët në video mësimin nga lënda e gjuhës shqipe. Mësimi që do të mësojmë sot nga kjo video titullohet Shkolla ime. Materialet e nevojshme për njohjen e kësaj njësie mësimore janë libri i gjuhës shqipe për klasën e parë, ngjyra, laps, fletë të bardhë apo fletore. Kjo video u dedikohet nxënësve të klasës së parë, ku nëpërmjet këtij video prezantimi do të njoftohemi me tingullin sh. Po t'i hedhëm një sy fotografisë që kemi këtu përpara, do të shohim disa fëmijë me çantat e tyre duke shkuar në shkollë. Më pas shohim një çantë shpine me libra, fletore, laps. Gjithashtu shohim edhe objektin e shkollës. Juve me siguri me vete do të mendoni, kjo është shkolla ime. Pra fjala shkolla, shkronjën e parë e ka të shënuar me ngjyrë të kuqe. Shkronja e shënuar me ngjyrë të kuqe është shkronja H dhe shkronja S dhe shkronja H. Pra kur shkronja S dhe shkronja H shënohen afër njëra tjetrës, formojnë shkronjën sh. Pra kjo është shkronja sh e madhe e shtypit. Shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe ndahen në zanore dhe në bashkët tingëllore. Shkronja sh bën pjesë në grupin e bashkët tingëlloreve. Sa i përket shkollës, unë tash do të lexoj disa vargje dedikuar asaj. Shkolla ime, e bukur si hëna, e dashur si nana, e pastër si burimi, dhe si zog gëzimi, është shkolla ime, është shkolla ime. Nga këto vargje neve kuptojmë se bukurinë që ka shkolla është si bukuria e hënës. Dashurinë që na jep shkolla është si dashuria e nënës ndaj fëmijës. Pastërtinë që gjejmë në shkollë është si pastërtia e ujit të burimit dhe lumturinë që gjejmë në shkollë është si një zog i gëzuar. Pra, me gjithë këto bukuri që i posedon shkolla, kjo është shkolla ime. Juve nxënës të dashur, mund t'i mësoni këto vargje përmendësh dhe ti recitoni bukur. Në vazhdim, do të shohim disa figura që i kam paraqitur këtu para jush. Do t'i emërtojmë këto dhe do të vërejmë se cilën shkronjë kanë në fillim. Figura e parë është shtëpia. Më pas është shalli, shtrati, shkallët, shara, shurupi dhe në fund të shkolla. Nga emërtimi i figurës së parë ne kuptojmë se shtëpia, shkronjën e parë e ka shkronjën sh. Gjithashtu edhe shalli fillon me shkronjën sh. Edhe shtrati në fillim ka shkronjën sh. Edhe shkallët në fillim kanë shkronjën sh. Shara, po ashtu shkronjën e parë ka sh. Shurupi, po ashtu në fillim ka sh. Dhe në fund shkolla, gjithashtu tingullin e parë ka tingullin sh. Detyra jon është që të gjithë këto figura
t'i lidhim me shkronjën sh që e kemi këtu në mes të shënuar në ngjyrë të kuqe. Pra lidhim shtëpinë, lidhim shallin, lidhim shtratin, edhe shkallët, edhe sharën, edhe shurupin dhe në fund lidhim shkollën. Në vazhdim, unë kam shënuar disa fjalë ku gjatë shqiptimit të tyre do të kuptojmë se ku gjendet tingulli sh, qoftë në fillim, në mes apo në fund. Fjala e parë është fjala sharë. Fjala sharë, tingullin e parë e ka tingullin sh. Qarkojmë tingullin e parë me ngjyrë të kuqe. Fjalën e dytë e kemi fjalën shurup. Gjithashtu, edhe këtu, shkronja e parë është shkronja sh. Qarkojmë me ngjyrë të kuqe. Vazhdojmë me fjalën e tretë, ku kemi fjalën dush. Po në këtë fjalë, shkronjën sh e kemi në fund. Pra, qarkojmë me ngjyrë të kuqe shkronjën sh në fund të fjalës dush. Vijon fjala shall. Te fjala shall, shkronja sh është në fillim. Edhe këtu, mos harrojmë të qarkojmë me ngjyrë të kuqe shkronjën sh në fillim. Fjala tjetër është fjala shtrat. Te fjala shtrat, shkronja sh është në fillim. Qarkojmë me ngjyrë të kuqe shën në fillim. Në fjalën e radhës se kemi pak më ndryshe, se këtu i kemi dy shkronja sh. Kjo fjalë është fjala shishe. Shën e parë e kemi në fillim, dhe shën e dytë e kemi në mes. Qarkojmë shën e parë, edhe shën në mes. Vazhdojmë me fjalën shkallë. Fjala shkallë, shkronja sh është në fillim. Qarkojmë shkronjën sh në fillim. Vazhdojmë me fjalën e radhës, ku gjithashtu i kemi dy shkronja sh. Kjo fjalë, fjala shesh. Sh në fillim, qarkojmë me të kuqe dhe më pas e kemi në fund shkronjën sh, ku gjithashtu qarkojmë me të kuqe. Vazhdojmë me fjalën shamat. Fjala shamat, shkronja e parë, shkronja sh. Qarkojmë me ngjyrë të kuqe shkronjën sh. Vazhdojmë me fjalën fshesë. Te fjala fshesë, sh-ja gjendet në mes. Edhe këtu qarkojmë me ngjyrë të kuqe shkronjën sh në mes të fjalës fshesë. Fjalën e parafundit e kemi fjalën dysheme. Këtu shkronjën sh kemi në mes. Fjala e fundit është fjala shkollar. Fjala shkollar, shkronja sh është në fillim. Qarkojmë shkronjën sh në fillim me ngjyrë të kuqe. Siç shohim që të gjithë shkronjat e rrethuara me ngjyrë të kuqe janë shkronjat sh. Nxënës të dashur, edhe ju mund ta bëni të njëjtin veprim nëse i keni librat të gjuhës shqipe para jush. Në vazhdim, do të kemi një aktivitet tjetër ku do të përsërisim shënimin e shkronjës s dhe do të mësojmë se si shënohet
shkronja sh. Me ndjekjen e kahjeve të shigjetave, neve përsërisim se si shënohet shkronja s. Pra shkronjën s të madhe e kemi të shënuar në rreshtin e parë, ndërsa shkronjën sh të madhe të shtypit e kemi të shënuar në rreshtin e dytë. Vazhdojmë të shënojmë shkronjën s në rreshtin e parë, derisa të mbushim rreshtin. Edhe ju, nxënës të dashur, nëse keni fletë të bardhë para apo fletore, mund ta bëni të njëjtin veprim duke shënuar shkronjën s në rresht. Pasi të mbarojmë rreshtin me shkronjën s, vazhdojmë me shkronjën sh. Shkronja sh, gjithashtu, është e paraqitur me anë të shigjetave. Kahjet e tyre na tregojnë se si shënohet kjo shkronjë. Pra në fillim shënojmë s-n, më pas h-n, e kështu me radhë, derisa të mbushim rreshtin. Mos harroni edhe ju të shënoni shkronjat sh në fletoret e juaja apo në një fletë të bardhë. Si zakonisht, në fund të aktivitetit vijojnë detyrat e shtëpisë. Për detyrë shtëpie, kem parapar këtë që shihni para. Pra, në një fletë të bardhë, duhet të vizatoni një re dhe disa pika shiu. Dhe në anën tjetër, të shkruani shkronjën sh duke mbledhur shkronjën s dhe shkronjën h. Pra, në re, ju duhet të shënoni shumë shkronja sh, sa të mundeni, edhe në rreshtin tjetër, mund të shënoni shkronjën s plus shkronjën h, parazi shkronjën sh. Pasi të mbaroni detyrat e shtëpisë, fleta juaj do të duket në këtë mënyrë. Pra, e mbushur reja me shkronjat sh, ja edhe unë do t'i bëj detyrat e mia, që të duket bukur, siç do duket fleta juaj e detyrave të shtëpisë. Pra edhe këtu shënojmë s plus h barazi sh, siç e cekëm edhe në fillim, me bashkimin e shkronjës s dhe h, formojmë bashkëtingëlloren sh. Ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.